Diçka filloi thjesht si një foto trend, gjej një pasqyrë edhe bëj një foto, por më pas ndryshoi. Më pas unë personalisht e ktheva si një rutinë time të gjej një pasqyrë dhe të marr një foto të vetes, pothuajse si çdo ditë, por dhe në momente të ndryshme të ditës. Pse funksionoi kjo për mua? Kur ti bën një foto, nuk shikon vetëm sa bukur dukesh në të gjithë aparencën tënde, në pamjen tënde të jashtme, por shikon detaje që i vëzhgon tek vetja që të tjerët nuk i shikojnë tek ty. Ata shohin, wow, që ke veshur bukur, ose kjo nuk të shkon në bazuar në make-upin që ti ke bërë, në outfitin që ti ke veshur, etj. Me çfarë e ke kombinuar, me çfarë çante ke përdorur në brenda këtij outfiti tënd, kësaj veshjes tënde. Por ka më shumë, shumë më shumë se kaq që ti do i kuptosh në qoftë se e kthen në një rutinë, gjej një pasqyrë dhe bëj një foto. Jo të sforcohesh ti të bësh selfie të vetes tënde. Jo, thjesht para një pasqyre ti kap një foto të vetes pothuajse për ditë. Ti do kuptosh që nga dita në ditë nuk do jesh e njëjta. Ti mund të kesh bërë një make-up super të bukur, por brenda asaj foto të kuptosh shikimin tënd. Make-upi nuk e mbulon dot gjendjen emocionale që ti ke. Veshja jote e bukur nuk e mbulon dot shikimin tënd. Nuk e mbulon dot energjinë që ti do përçosh në përmes asaj foto, sepse ti nuk do sforcohesh dhe nuk do kesh dikë tjetër të thotë, ej, qëndro pak më ndryshe, rregulloje, merr një kënd të kokës, shikimin ktheje pak tej, se nuk del dhe aq mirë. Ti nuk i ke këto, ke vetëm veten tënde dhe çfarë reflektohet tek pasqyra që ke përballë. Atëherë, do shikosh që një ditë do ta kesh shumë të thjeshtë për ta bërë këtë foton, thjesht para pasqyrës dhe tak, prap, një shkrepje dhe e bëre foton, dhe në një ditë tjetër, do kuptosh që të shikosh fotot dhe duart nuk do dim se ku do shkojnë. Do mundohesh, ua, po si të vendosem, po më del pak kështu, po flokët, po kjo, po barku, po trupi, këmbët ku ti pozicionoj, duart ku ti vendos, pa lidhje. Domethënë do kuptosh që ditën tjetër ti nuk do jesh mirë, ose pas disa ditësh ti ndoshta nuk je në energjinë që të tjerët kuptojnë. Prandaj kjo thuhet ndryshe vëzhgim i vetes tënde, por jo në mënyrën që jemi mësuar, për shembull, unë më përpara kam përdorur dhe vazhdoj ta përdor kur e ndjej të nevojshme të vëzhgoj mendimet e mia, duke i hedhur në letër se çfarë mendimesh kanë negative, pozitive, kam më shumë stres ose jam më e qetë, varet si kam ndryshuar nga dita në ditë. Më përpara e kisha rutinën time. Kurse tani kam praktikuar këtë që erdhi rastësisht dhe erdhi në mënyrë organike, sepse e fillova si trend, bëj një foto, para pasqyrës, një pasqyrë tjetër, bëj një foto, si duken kështu, pastaj fillova ta përdor si një mënyrë për të vëzhguar veten time, energjinë time, jo vetëm atë çfarë duket dhe çfarë shohin të tjerët, por atë çfarë ndiej dhe gjuha e trupit arrin ta përçoj. Arrin ta kuptosh që dhe nëse ti nuk je veshur me rrobat më të bukura dhe nuk ke bërë make-up, ndoshta je pa make-up fare, shikon që dukesh bukur dhe duart dhe këmbët dhe trupi pozicionohet në atë mënyrë që ti ndihesh sa më rehat, sepse ti me anë të gjitha pjesëve të tua fizike arrin të krijosh të dukshme të pasqyra atë që ti ndihen brenda. Dhe nëse sytë e tu qeshin në mënyrë harmonike dhe vendosja e gjymtyrëve dhe pozicionimi i trupit për të marrë pozën para pasqyrës, do të jetë
në frekuencën që ka gjendja jote shpirtërore emocionale. Pra, të gjitha shkojnë në mënyrë organike në të njëjtën vijë. Përdore si mënyrë dhe pres në komente këtu, ose mund të më shkruani në adresën time në Instagram, tek Ildana Maria Bushi, ose mund të më shkruani në Gmail, tek diellzoangel@gmail.com. Pres për shtypjet tuaja në lidhje me këtë lloj praktike që unë vetë nga trend e ktheva në praktikë dhe funksionoi dhe më pëlqen ta bëj këtë vëzhgim tek vetja ime. Gjej një pasqyrë dhe bëj një foto.